dhe Naima Bazi. Unë fillimisht për ju ves, apo na tregoni çka sekreti juve që jeni kaq të ri, nuk po plakni hiç. Energjia e mirë, pozitive, nuk diskutohet, do me thonë edhe si duket kjo është çelësi kryesor, dashni pafund për njëri tjetrin, kështu që mendoj kjo është suksesi i të qenurit, kështu siç jemi. Fol mi heri bre. S'menojna për të. Për plesërin fare, s'kemi qa me mendojmë për rinin, energjin, punojmë, veprojmë, sot votojmë. A keni përtu me dalë me votu, edhe qka keni mi thonë krej qytetarëve të cilët pishofim që ka gjak janë të e pasi prites me dalë me votu, së të mos në zgjedhjet e 2025 e këto zgjedhjet lokale? Kjo është një obligim kombëtar, është një obligim qytetar. E thash me qëllim kombëtar më herët, sepse Kosova, përveç në periudhën e Dardanis, si duket historikisht, kur s'kemi pas liri. Sot jemi në Republikën e Kosovës edhe do të votojmë, sepse duke votuar përcaktojmë fatin ton në ardhmëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që është më e rëndësishme se çdo detyrë tjetër e javës, e ditës, e muajit, e vitit. Dhe në anën tjetër duhet ta përjetojmë edhe si fest. Do me thonë, duhet me dalë me votu dhe mos me pritu, se pastaj ankesat nuk kanë kur farë vlere, as respekti ndaj të zgjedhurve ose kandidatëve të cilët janë në përlisa, kështu që dilni se masanej prej kokër shpinës nuk ka nevojë mu anku, sepse nuk i marrim për bazë asken, do me thonë, mos pritani, dilni me votu gjithqysh, për të preferuarin e juaj. Na sot për ju shofim vetëm juve dyve, po na e dim që ju e keni djalin platorin, e tash me nusën, të cilën veç se u ba si qika juve, ashtu jeni të e thonë. A kanë votu ata, e kanë shfrytzu të drejtën e votës? Po, kanë votu ma herët, kështu që na e lam kështu si... Kanë lanë juve vetë? Po, e lam vetë, kështu që e bonëm, ata erdhen u këtyn, unë edhe na imi dollëm, e lam me marrëveshje edhe me juve, sepse ju pa të dëshirë, na lirë drejt për drejt, kështu që në konsiderata ndaj edhe respektin ndaj jush, e lam këtë orë, këtë termin me u pa bashkë, edhe me votu. A keni votu